Shtetet e Bashkuara nuk do të tërhiqen nga lufta ndaj Iranit derisa armiku të mposhtet plotësisht dhe në mënyrë vendimtare. Kështu u shpreh nga Pentagoni sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, ndërsa përditësoi zhvillimet nga lufta në lindjen e mesme. Ai theksoi se i takon presidentit Trump të përcaktojë se kur kjo luftë do të përfundojë. Nuk më takon mua të spekuloj nëse është fillimi, mesi apo fundi i luftës. Ky është vendimi i presidentit. Deklarata e Hegseth erdhi pasi kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se lufta është pothuajse drejt fundit, por paralajmëroi se Washingtoni do ta godasë Iranin 20 herë më fort nëse Teherani vazhdon të ndalojë tregtinë e naftës përmes ngushtisës së Hormuzit. Presidenti amerikan u sfidua nga sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Larijani, i cili i cilësoi deklaratat e tij boshe. Populli iranian nuk ka frikë nga kërcënimet tuaja boshe. Kombë më të mëdhenj se ju nuk kanë arritur të zhdukin, ndaj keni kujdes që të mos jeni ju ata që do të zhduken. Ndërkohë, kancelari gjerman Friedrich Merz u shpreh i shqetësuar për kohëzjatjen e luftës në Iran. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë zhvilluar luftë kundër Iranit për më shumë se një javë. Ne ndajmë shumë nga këto qëllime, por pas çdo dite që kalon, lindin më shumë pyetje. Jemi veçanërisht të shqetësuar që me sa duket nuk ka një plan të përbashkët se si kjo luftë mund të përfundojë shpejt. Lufta ndaj Iranit nisi më 28 shkurt kur u vraj dhe udhëheqësi suprem Ali Khamenei dhe vijon prej 11 ditësh.